Nëse bojmë angazhime konkrete për me mri qëllim politik, atëherë rruga është të hapën, qëllimi politik mrihet. Unë e di që mund me pas parti politike që lodhet, tërhiqet, frikohet, nuk merr pjesë këtë proceset e kësë, por nëse kemi qëllim përbashkët, funksionalizimin e institucioneve, pa kushte, atëherë këtë qëllim rrihet pas një lloj probleme. Okej, Arbër, po. Kriteret tjera vendosën tavolin. Ato të jenë kriteret bartës institucional. Ato të kenë rol ata. Pa rolit të kenë ata. Cilë do t'jetë roli subjekteve politike. Sepse fundja, se të cili si pas fuqisë politike, ka me pas rolin e vetë, besoj. Nuk ka kur pa diskutimi këto. Arbër, kryeministri nga zyrat e LDK-s gjithsesi. Si pas Azirit. Ky diskurs konstruktiv prej pozicionit të tretë të zotërit Lutfi Azirit, do të merja shumë të themi parasysh në kuptimin më pozitiv të mundshëm kur thot nga zyrat e LDK-s. Po fundja fundit edhe opsioni janë edhe zgjedhjet zotëri Aziri. Nuk e pranoj. Pra kemi një raport pothuajse të barabartë në kuptimin e numrave, si që dëshironi që ti shumani ju, dhe atëherë sigurisht mendoj që ajo e cila e dërgën Kosovën në zgjedhje, është Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe natyrshëm me qenë se a priori ne kemi përjashtuar Partinë Demokratike të Kosovës nga një koalicion i mundshëm, se nuk e shloj bashkëpunimin me ta. Pra nuk e fshojmë që kemi programe të cilat mund të parafrohen me ta. Dhe natyrshëm, refuzimi juaj, ja lutem shumë se kam nevojë me shpjegu, refuzimi juaj ishte refuzim edhe të diskursit pak më agresiv se sa i zakonshëm. Mendoj që liderët e mëdhej ulen, bisedojnë, flasin për programe, flasin, madje ju nuk e keni pas ta themi autorimin për të ullë së paku një herë edhe për të diskutu pra zotëria Abdigjiku me kryeministrin Kurti. Dhe mendoj që kjo është dobësi e madhe në kuptimin e një lloj frike prej përballjes. Dhe mos kaloni një gjë e cilën po duam e thonë edhe pak si aktivist politike. Lumira Abdigjiku kompetencën politike ka marrë prej Kurti duke qenë ministri i tij. Madje rritja ati eventuale ka ndodhur pikërisht në kohë. Ke reagim tashmë nga Shqipja. Hajgare, Arbër, qëtar seriozisht e kënë shumë e nivelin e hajgareve. Arbër, e ke ullë debatin, e kënë shumë e nivel hajgares. Po nuk mundesh bre me thonë kështu, qysh po mundesh me akuzu Abdigjikun, kur Kurti as dorën nuk ja vjen kur shkon të kuvend kolegëve të vetë deputet e po flet për arrogancë. Po le, po zote, le. Jo, po pelshon shumë. Ama kështu, vetëm pak, se reagim Aziri ka drejt reagimi, urdhro. Je keq, po nëse ne vazhdojmë me u lumëtu dhe me gjithë faj publik, thjashtë i përgjithë të ashme, unë mendoj që edhe zoti Regja e ka lezu drejt, zoti Kurti e nënvizon përsëritjen e zgjedhjeve me replikim të rezultatit. Dhe me ofertë prapë të njëjtë, pak a shumë. Mungesa një dialogu 4 vjetë, vetëvendosja mund të pranon që të udhëhiqet në parimin one man show, por në të kanë nuk mund të pranon që Kosova të udhëhiqet në parimin one man show. Dhe kjo është dallim shumë i madh. Dhe këtë format duhet me thyr, duhet me ndryshu, në mënyrë që më ullë tavolinë barabartë me diskutu. Të shpirat dhe mundësit në politikë dallohen. Notër e mirë, falenderit. Vedë pak, ti them Lutfi Azirit, falimderit shumë që ishte me neve, edhe Arbër me që deshe ta përmbyllje, falimderit ti them Lutës, se ka rrugën. Arbër, se na shkaktove pak tronditje këtu në studion e politikë. Në kuptim, veç edhe diçka të fundit kushtrim edhe sigurisht edhe unë po e mbylli, pastaj Shqipja le të vazhdojnë me mbrojt lidhjen demokratike se ka fosur me njësat ma. S'ka kuptim Arbër kjo. S'ka kuptim Arbër. Absolutisht proja, bindjet e mija. Jo, veç ka saroj se unë mbrojt bindjet e mija. Dhe Arbër te e di shumë mirë se unë veç bindjet e mija i mbroj.
Dhe këtë di besoj. Që nëse janë tafta me një parti tjetër, kjo s'do me thonë se dikur i kom pas njëta me vëvën, sot i kam ndryshe. Por prap